Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në asamblen parlamentare të Partisë Popullore Evropiane, ku e quajti vendin një narkoshtet dhe denoncoi zgjedhjet e 11 majit që u mbajtën sipas tij nën presion e blerjet të votës nga qeveria me forma të ndryshme, që nga bonusi i pensioneve tek licensat për mbjellje kanabisi. Berisha kërkoi dërgimin e një misioni nga PPE-ja për mbledhje faktesh. Paraqiten para tyre të gjithë shëmtim e farsës elektorale të 11 majit, dirigjimin e kësaj farse nga narkodiktatori i vendit Edi Rama dhe përmasat e pjesëmarrjes në këtë farsë dhe të rolit në këtë farsë të narkoshtetit shqiptar. Së dyti, siç mbase e pe dhe e ndëgjove, gjeti mirëkuptim të plot kërkesa jonë për dërgimin e një fact-finding mission, mbasi Shqipëria paraqet një rrezik madhor krimi shqiptar, ato kartelet e drogës të Shqipërisë, paraqes një rrezik madhor jo vetëm për liritë të drejtat e shqiptarëve, për votën e tyre, por për rajonin dhe Europën si eksportues kryesor të drogave të forta që vinë nga Lindja dhe nga Amerika e Jugut dhe Amerika Latine. Partia Popullore Evropiane vendosi të përfshijë Shqipërinë në agjendën e saj për misione verifikimi pas kërkesës së Berishës. Sekretarja e përgjithshme e PPE-s, Montserrat, tha se dërgimi i një misioni në Shqipëri do të jetë prioritet dhe objektiv i Partisë Popullore Evropiane. Montserrat deklaroi se vendosën të bëjnë 2 misione, një në Liban dhe një në Moldavi, por tani do të vendosin si prioritet edhe Shqipërinë. Mendojmë se është një ide e mirë kur na kërkoni diçka. Ndaj do të vendosim si një nga prioritetet dhe objektivat tona që të bëjmë një mision në Shqipëri, tha ajo.